Përshëndetje, unë jam Fatosi dhe kjo është intervista jam për Eurobooth. Në fakt, emocione kom pas shumë, e gëzu shumë, kur konga jam është pranu në festival. Nuk kom pas emocione kur është publiku, vetëm kom dash në ditë çfarë kongë kanë konkurrenta tjerë. Kongën ty me 3 fjale kisha përshkru dashni, dedikim, urtësi. Natyrisht ambient hapën dallon performanca prej ambientit të mbyllur, mirë po sipas bisedave që kemi pas me drejtuesit e festivalit, na kanë premtu që kushtet do t'jenë normale dhe nuk besoj që do të ndikon diçka të mos dalë performanca mirë apo diçka tjetër. Në fakt nuk është që nuk po du me u përgjigj mirë, po ende nuk i kemi vendos, për shkak se ende nuk i dim kushtet qysh janë, qysh do të organizohet. Kjo është. Natyrisht po. Nuk është që jam tip garus, sidomos muzikë, jo për programe tjera, mirë po mendoj që do ta fitoj. Në fakt, konga ty, kur e kom shkru anglisht, mirë po e kom përshtat shqip për festivalin. Më thonë edhe nëse shkoj në Eurovision, atëherë do ta këndoj anglisht. Po festivali kishte edhe më thonë gjitha llojet e zhanreve, kishte gjithçka, mirë po preferenca jam është Florenti, është potencial, e kom shok, kjo.